Mirëmëngjesi të gjithë. E di që për pak minuta mendua që shpëtuat nga emisioni sot mëngjesin, për pak minuta mendua se nuk do të jemi sot live, por kjo nuk do ndodhi kur. Paktën për sa kohë që të jemi mirë edhe të gjendemi mirë nga ana shëndetësore. Si jeni të gjithë, si keni kaluar, ju pyet si jeni nga ana shëndetësore, sepse pikërisht për të do flasim për ata miq tuaj, për ata të afërm tuaj, të cilët janë treguar pak lozonjar me këtë COVID-19, janë treguar pak ndryshe nga ne me këtë COVID-19. Mirëmëngjes Vini. Mirëmëngjes ti, dhe janë ata familjarë, ata të afërm dhe shok dhe miq tanë të cilët e kanë kaluar COVID-19 shumë lehtë. Edhe ti pyet, po si ka mundësi që ke kaluar kaq lehtë COVID-19, ndërkohë që unë kam vuajtur, kam bërë këtë gjë, kam marrë këtë medikament, dhe për këtë do të diskutojmë sot, për këta persona të cilët kanë këtë mburojën e sigurisë e faktit që nuk preken nga COVID-19. Vini thot na ngripe gjakun. Absolutisht Vini që do të jemi live çdo ditë, por ndodh ndonjëherë që kemi ndonjë telefonat ose ndonjë të pritur përpara që rregullohen, janë të gjitha të rregullueshme. Mirëmëngjes Mami, mirëmëngjes Jona, mirëmëngjes të gjithë. Si jeni? Si po dukeni sot? Dukeni shumë energjik sot, nuk e di pse. Ndoshta nga që kam përgatitur shumë fjalë për ju sot, më shumë se çdo herë tjetër. Janë shumë fjalë për të gjetur tek ai momenti I lojës në fund, edhe ndoshta sepse duket sikur është një ditë tjetër kjo. Është ditë me shi ndryshe nga dita e djeshme, duket sikur na e ka marrë pak energjitë, megjithatë unë mendoj se të gjithë kemi energjitë e duhura për të diskutuar për këtë temë. Ndërkohë, pyetja ime do jetë që në fillim aktive dhe do të jetë e vlefshme për gjithë live-in. Pyetja është e tipit edhe e tillë, që lidhet me pjesën që a dini ju ose a keni ju familjarë të afërm, njerëz që njihni sigurisht që janë të lidhur shumë me pjesën e personave ose kanë patur kontakt me persona të cilët e kanë kaluar COVID-19 mundësisht pa simptom fare. Përveç se e kanë kaluar lehtë fare COVID-19, përveç kësaj pjese që është shumë e rëndësishme edhe kjo, janë ato persona të cilët në një farë mënyre e kanë superuar këtë gjë dhe e kanë kaluar edhe pas simptoma fare. Në një farë mënyre mund ta them dhe mund ta arsyektoj në këtë formë. Ka kaluar COVID-19, nuk kanë ndjerë asnjë lloj shqetësimi, pastaj kur kanë bërë një test thjesht se u thonin ose do shkonin diku, ka rezultuar pozitiv. Ka rezultuar sikur në trupin e tyre ka patur këto nivele të virusit dhe e kanë superuar. Dhe ata janë habitur dhe vetë. U kam raste të tilla dhe shumë të afërta me mua që e kanë përjetuar këtë gjë dhe nuk kanë pasur asnjë lloj simptome, thjesht kanë kaluar super lehtë. Dhe për këtë ka një shpjegim. Në fakt, për COVID-19 ka patur shumë aludime që nuk ka shpjegime të shumta, që duket ndonjëherë si lozonjar, duket sikur lozonjar, çfarë fjalë kjo? Duket ndonjëherë sikur nuk ka një formë caktuar, sikur është I ndryshëm në mënyra të ndryshme dhe paraqitet në forma të ndryshme tek persona të ndryshme dhe organizma të ndryshme të rëndësishme. Por ajo që kam kuptuar kohën e fundit është se po jepet përgjigje çdo gjë lidhur me COVID-19. Ndoshta ato përgjigje që ne synojmë të marrim në një farë mënyrë shpejt, ose ndoshta ato përgjigje që presin që të jenë të elaborueshme. Sepse ka dhe nga ato përgjigje pastaj që kur do të përfundojë. Është një pyetje që ndoshta shumë pak persona do të guxonin të jepin një përgjigje, për këtë arsye them që varet për ato pyetje që kanë një lloj sensi edhe bëjnë sens tek e fundit fare. Ndërkohë, për t'ju thënë lidhur me pyetjen që unë kam bërë që në fillim, se disa persona janë imun ndaj COVID-19 dhe janë imun, por jo fiks imun në sensin që nuk e kalojnë COVID-19. Thjesht në momentin kur ato e kanë në trupin e tyre COVID-19 dhe superojnë shumë lehtë. Besoj keni pyetur të veta dhe shkencëtarët e japin një përgjigje edhe për këtë. Shkencëtarët nga gjithë bota hedhin dritë për ato që quhet rezistencë ndaj COVID-19, gjithashtu dhe unë e kam patur këtë gjë. Unë në fakt kam patur deri diku simptomat COVID-19 disa kohë më parë, por e kam superuar shumë lehtë. Nuk kam patur shqetësime të jashtëzakonshme dhe për këtë arsye jam shumë e lumtur për këtë gjë. Jam e lumtur sepse e kam kaluar dhe ndoshta organizmi im ka ndikuar në këtë gjë. Sepse thot Vini, sepse kanë, mirëmëngjes Angela, kanë organizëm të dobët. Ndërkohë, si mendoni ju, pse persona ka disa kategori të cilët e kalojnë shumë lehtë COVID-19? Pse mendoni që ndërkohë Xhulu nuk na është bashkangjitur, by the way? Dhe po thoja që pse disa persona e kanë organizmin të tillë, çfarë konsiderohen organizëm të dobët? Çfarë do të thotë për ty Vini organizmi I dobët? Meqense ma sollën ndërmend këtë, sepse edhe në retorikën tonë të përditshme, pak të flas këtu në Shqipëri, I referohemi kësaj gjëje që ka organizëm të dobët, nuk e ka përballuar dot për shkak të organizmit të dobët. Çfarë kuptoni ju me organizëm të dobët? Dhe ndikon ky I jashtëquajturi organizmi I dobët në faktin që ti nuk arrin dot të superosh këtë gjë? Dhe po thoja, sekreti I gjithë kanë thënë shkencëtarët është e gjenet. E keni dëgjuar besoj dhe shumë edhe ju të tjerë që po na ndiqni,
E keni dëgjuar për pjesën e faktit që është shumë e vërtetë që disa persona kanë kaluar COVID-19 edhe ka simptoma të tilla, po ka simptoma të tilla dhe që lidhet me ADN. ADN, gjithkohë se përmendin këtë gjë që është pjesa e ADN-s. Thotë të vini që prekën shpejt nga çdo virus. Këtë konsideron ti organizëm të dobët. Okej, do të thënë që nuk ka imunitet lart vini. Këtë je duke më thënë. Ajo çka unë po ju them fakti lidhet edhe me këtë pjesën e gjeneve. Është diskutuar shpesh edhe ADN-ja lidhet me faktin që krijon imunitet ndaj trupit, ndaj faktit që ti ke një lloj imuniteti ndaj virusit edhe ndaj çdo lloj bakteri apo mund të them bakteri, nuk konsidero virusi bakter, po them ndaj çdo peripecie tjetër që mund dalë. Thot vini edhe grupi i gjakut. Në fakt vini ekipi i ekspertëve nga Universiteti i Tor Vergata, quhet kjo, është i udhëhequr nga Giuseppe Novelli, një gjeneist i njohur dhe thotë që po studion të rezistencën ndaj COVID-19 dhe një nga rastet më domethënëse është treguar në far nga Martino di Napoli që ka të bëjë me një çift nga Terni që u transferua në Milano dhe thuhet që burri u sëmur dhe kaloi në pneumoni, ndërsa partnerja u kujdes për të gjithë kohës ndërkohë që nuk e dinte që kishte COVID-19. Testet serologjike konfirmuan që ai e kishte virusin ndërsa ajo jo. Si është e mundur? Si ka mundësi? Besoj keni parë dhe ju këto raste të tilla të ngjashme që partneri për shembull ka patur raste dhe nivel shumë të lartë të agresivitetit të virusit, ndërkohë partneri aty që është kujdesur për të, apo fëmia, apo vajza, apo djali nuk kanë pasur asnjë simptom të ngjashme. Dhe madje më shumë se ma kujtuat këtë rast, ka ndodhur raste të tilla që po, partnerja është në një farë mënyre shumë ndryshe. Pra partnerja është më rezistencë, është më fort, edhe është shumë herë më pozitive. Ndërkohë po më shkruajnë nga stafi, o zot, është bërë një lësh, më shkruajnë këtu lart edhe po më vinë mesazhet edhe shpërshëndrojnë. Dhe po thoya që ka dhe një tjetër mit, nuk e di nëse e keni dëgjuar. Një mit tjetër lidhet me pjesën që ti je grua dhe ke më shumë rezistencë. Dhe kjo ndodh, kemi diskutuar edhe në fillim të live-it nga ato kromozomet XX që janë shumë herë më rezistente se sa të burrave. Ndonjëherë prandaj burrat bëjnë këtë pjesën e ankesave të shumta, që po jam smur, ndërsa gratë edhe janë të smura dhe punojnë edhe bëjnë punën të shtëpisë edhe gatuajnë çdo gjë tjetër. Prandaj ka një shpjegim logjik për gjithë këtë dhe besoj ka një shpjegim shumë të arsyeshëm. Tani, kemi dëgjuar në fakt një rast që besoj keni dëgjuar të gjithë ju, edhe e keni parë në rrjetet sociale, sidomos në dritar.net që kemi publikuar, në fakt e kemi edhe artikull plot këtë, për një rast që nuk është i vetmi në Shqipëri dhe për një rast që po bëhen në mas. Dhe fakti që po bëhen në mas nuk do të thotë domosdoshmërisht që po zbulohen kohët e fundit. Përkundrazi, është ky fenomeni që unë do t'ja them tani, nuk është një rast që është zbuluar tani edhe thjesht po zbulon vita ditës. Unë mendoj se janë raste që kanë ndodhur gjatë gjithë kohës, thjesht tani po ka një lloj zbulimi. Dhe unë po flas për pjesën e abuzimeve në spitale, për sa i përket personave që janë të infektuar me COVID-19 dhe atyre që kujdesen për to. Një rast tjetër që ne kemi tashmë e keni në web këtë, e keni në dritar.net, është një infermiere e cila vodi, nuk e din nëse keni dëgjuar, portofolin e pacientit me COVID-19. Artikullin e plotë e keni në dritar.net, nëse ndihmon Lorena, nëse je live të bashkangjitë është këtu ta bësh pint në mënyrë që ta klikojnë të gjithë. Dhe specialistët e hetimit në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës kanë bërë të mundur identifikimin dhe ndalimin e shtecës 30 vjeçare banuese në Durrës dhe vjen pasi nga pamjet filmike rezulton autoria e vjedhjes së parave të shtetasit KD, pacient në spitalin e COVID-1, i cili ka ndëruar jetë. Pas kallëzimit të djalit dhe bërjes publike në emisionin investigativ Stop, është bërë i mundur identifikimi i saj dhe janë parë këto materialet filmike që nuk ka kush shpëton, pra ajo ka bërë vjedhjen dhe tërheqjen e parave prej 60.000 lekëve nga llogaria. Pra personin fjalë zoti madh kishte vdekur dhe ajo ka shkuar të tërheqë parat. Dhe thuhet që konsiderohet vepër penale vjedhje e shpërdorim detyre. Nuk është rasti vetëm. Ju keni dëgjuar dhe një rast tjetër të një infermiere, në fakt të një sanitare e cila shtirë si infermiere dhe bënte këtë gjë thjesht për përfitime parash. Dhe për kësaj gjëje, pra ne po diskutojmë pak më parë për pjesën e imunitetit që kanë personat e COVID-19. Po ky imuniteti ndaj personave të tillë, ndaj personave të cilët mirëmëngjes Robert, po na përshëndet nga Atina, shumë faleminderit. Po këta persona të cilët si të mbrohemi, si të krijojmë imunitet ndaj personave të tillë, të cilët guxojnë deri aty sa mund të marrin
marrin portofolin, të tërheqin dhe paratë e tua dhe në të njëjtën kohë të një personi i cili ka humbur jetë. Pra duket në njërë si një vepër jo vetëm penale, po i çnjërzore, që nuk ka sens në një farë mënyrë. Dhe pyetja ime vlen për ju është, a keni parë ju në spitale raste të tilla? Është shumë e natyrshme ty pyes, në fakt dhe besoj se e keni parë raste të tilla abuzive. Abuzohet shumë në spitale lidhur me personat dhe pacientët që janë të shtruar aty me COVID-19. Dhe nëse abuzohet, a keni patur ju raste të denonconi këto? E di pse ju them se është një fenomen shumë i ngjashëm. Teksa ne flasim për imunitetin ndaj COVID-19 për personat asimptomatik, duhet kemi parasysh për edhe persona të tjerë të cilët nuk janë të kësaj kategorie, por janë të kategorisë të cilët e vuajnë më shumë, e përjetojnë më shumë dhe kanë më të vështirë që ta mbulojnë me organizmin e tyre këtë gjë. Dhe çfarë bëjnë? I drejtojnë spitaleve dhe autoritetet përkatëse. Dhe unë do doja të dija për ju, a keni ndjerë ju ndonjëherë këtë pjesën ku shumica e personave ose stafit mjekësor, do të thënë disa prej tyre, ka ndodhur ndonjëherë që keni parë ose keni qenë prezent të eksperiencave të shumta ku kanë patur edhe vjedhje, abuzime, marrjes së portofolit, që është rasti më, nuk e di, më i ulët që mund të bëjë dikush, të mos ndaj një personi që ka humbur jetën tashmë, që mund të kishte edhe sende personale aty që dikujt tjetër mund të shërbenin për ta kujtuar dhe shumë gjëra të tjera përposa atyre financiare. Na thot Armando që ndaj këtyre nuk besoj që do të kryejmë ndonjëherë imunitet, po shtohen si kërputhat mbas shiut. Pse mendon Armando që janë raste që po shtohen? Pra rastet abuzive, raste të shpërdorimit të detyrës dhe raste të tilla të cilat përfitojnë nga persona të cilët ndodhen në spitale të shtruara me COVID-19. Dhe unë në fakt po mendoja këtë gjë sepse nuk e di pse s'ju kam pyetur ndonjëherë dhe nuk ka rënë rasti t'ju pyet që nëse ju e keni kaluar COVID-19, Armando, Albert, gjithë ju që jeni në live dhe po na ndiqni keni kaluar COVID-19 apo një afërm tuaj keni parë raste që e ka kaluar COVID-19, sepse tashmë në Shqipëri është një pyetje që bëhet shpesh dhe ka një përgjigje. Ndërsa ne ishim në tetor apo në nëntor kur kemi nisur live-in emisionet sot me Xhesin dhe unë ju pyesja një rastin të abuzimit, jo vetëm abuzimit, por të rasteve të COVID-19, shumë pak persona kthenin përgjigje, shumë pak persona kishin një për këtë gjë dhe shumë pak persona ishin të infektuar me COVID-19. Ndryshon situata, jemi vetëm shumë pak muaj larg asaj që unë pyeta në fillim fare të emisionit sot me Xhesin dhe persona të tillë, të cilët kanë qenë më afër këtij live, kanë kuptuar që ka patur një diferencë jashtëzakonshme përgjigjeje krahasuar në fillimet e live-it me tani. Dikur nuk kishte përgjigje pozitive, dikur nuk kishte nga ato përgjigje të cilat thonin po, kam të afërm, kanë persona që janë me COVID-19, po kanë persona që kanë kaluar dhe si e kanë kaluar atë, ndërkohë tani jo. Tani kemi persona të cilët e konfirmojnë, persona që e kanë kaluar, kemi persona të cilët kanë një lidhje shumë fort me persona të tjerë që kanë kaluar situatën e COVID-19 dhe më e rëndësishme ka nga ato persona të cilët kanë parë dhe raste abuzive në spitale. Dhe nuk besoj se ka ndonjëri për ju shtu cili thotë që jo nuk ka patur raste të abuzimeve në spitale dhe nuk ka patur raste të persona të cilët kanë marrë nga të tjerët pa asnjë lloj problemi dhe pa u shqetësuar absolutisht fare. Nuk e di se si e bëjnë, Armando thotë që janë shtuar si kërputhat pas shiut dhe thotë që ashtu po shtohen, pas ndikon gjendja e tyre ekonomike. Nuk e bën dot këtë gjë dikush nuk ka ekonomi dhe mendje. A mendoni ju që a jeni ju pro kësaj çfarë po thotë Armando? Armando thotë që këto persona të cilët kryejnë këto akte abuzive dhe shpërdorimin e detyrës, ndodh sepse ato kanë problemin tek ekonomia e tyre. Pra nuk besoj thotë Armando që dikush nuk e ka këtë gjë, që nuk ka një kusht të mirë dhe një gjendje të mirë ekonomike do ta bënte. Pra do t'i merrte portofoli një personi i cili është infektuar me COVID-19, ta merrte këtë gjë edhe ta shpërdoronte në mënyrë postin e tij. Thot Armando që nuk besoj ta bëjnë këtë gjë personat që kanë ekonomi dhe mendje. Në fakt Armando, ajo që më shqetëson mua në gjithë këtë situatë është një tjetër gjë. Është fakti që kanë të përbrendsuar dhe kjo është shumë herë më e rrezikshme se sa ajo e gjendjes ekonomike. Un kam frikën se shumica e tyre që abuzojnë në spitale dhe jo vetëm e bëjnë këtë gjë sepse kanë të përbrendsuar. Është diçka që ato duan ta bëjnë. Pra është fikse ajo e ndjeu e bëri. Është diçka që ato e kanë të përbrendsuar edhe e kanë në kulturën e tyre të punuarit. Pra pa marrë diçka nuk ka shans të kapin me dorë dhe pa marrë diçka nuk ka shans që të afrohen tek ty për të dhënë një shërbim caktuar. Dhe kjo ndodh me ato persona që nuk kanë formimin e duhur dhe mua më vjen keq që këta persona në një farë mënyrë e krijojnë idenë ose mund të them që dëmtojnë imazhin e personave të tjerë që janë super dhe shumë herë më të zgjuar, shumë herë më të aftë dhe shumë herë më të dinjitos për punën që kanë, edhe që ndonjëherë imazhi këtyre të parëve dëmton atyre të dytën. Ndërkohë Armando po na thotë që
Shumë faleminderit që po e ndan me ne Armando. E kam kaluar pas simptomave dhe në fakt e mora vesh pas testit serologjik. Po, ky është një fenomen që nuk ka ndodhur pak Armando. Fakti është ti e ke marrë vesh që ke qenë me COVID-19 pasi ti ke bër testin serologjik. Nuk është pak ky fenomen, është mas të madhe Armando dhe ka ndodhur me shumë persona që kanë një lloj imuniteti ndaj COVID-19. Dhe unë pyes veten si ka mundsi. Dhe shkenca në fakt e jep përgjigjen e saj që lidhet me grupin e gjakut, që lidhet me organizmin, me imunitetin, me krimin antitrupave etj. Na thotë gjithashtu Vini që njoh shumë njerëz që kanë kaluar virusin pa shkuar në spital, jo vetëm pa shkuar në spital, Vini, po pa patur asnjë lloj komplikacioni, persona të cilët kanë kaluar COVID-19 pas një lloj problemi, pas një lloj simptome dhe agravimit të situatës së saj, dhe ato persona të cilët realisht e kanë kaluar pas një lloj shqetësimi të përgjithshëm. Kur them përgjithshëm, thjesht kanë vazhduar normalitetin e tyre. Dhe kjo është edhe një problem në vetvete, sepse duke qenë se ti nuk ke asnjë lloj simptome, ti mund të bësh burim apo mund të bësh potencialisht infektues dhe transmetues i COVID-19 tek një person tjetër pa vetë dije. Sepse duke mos e ditur që ti ke COVID-19, thjesht e kalon ato pas edhe simptome. Dhe kur unë them asimptomatik, them pa koll, pa dhimbje koke, pa asnjë gjë, as lodhje, madje minimale. Përkundër të thonë persona që kanë patur më shumë energji se kur. Ndërkohë kemi një tjetër koment, Xhulio sapo na bashkangjit. Po na ndiqen në YouTube Xhulio, po kam përshtypjen se aty ishte cilësia pak më keqe se këtu. Këtu është shumë më mirë. Po pra në këtë rast është mungesa e mendjes përveç se mungesa ekonomike, na thot Armando. Mirëmëngjes, ta shpresa duhet jetë. Të njoh nga mënyra se si shkruan, ju përqafoj shumë. Faleminderit që më ndiqni. Dhe po ju thoya që ka patur edhe persona të tjerë në fakt që janë referuar në një situatë tjetër Armando, që po thua ti përveç pjesës ekonomike dhe pjesa e mendjes, që janë referuar në një lloj anomalie profesionale. Pra e kanë të tipit të fiksuar që duhet marrin diçka për ta bërë dhe për të realizuar detyrën e tyre. Mirë po, nëse mund t'ju pyes konkretisht në mënyrë të drejtë për drejtë, nëse nuk doni, unë nuk e lexoj fare emrin kur ta shprehni komentin tuaj, jeni shumë të lirë për ta bërë këtë gjë, mund ta fshini më pas. Thjesht dua të di, a keni qenë ndonjëherë ju prezent të persona të cilët kanë abuzuar me postin e tyre në këto spitale. Kur them kanë abuzuar, qoftë dhe sanitare mund të marrin pjesë këtu, mund të marrin pjesë e personelit, ndihmës infermierë, çdo lloj mund të them kategorie e mundshme për treguar që në këto vende, në këto ambiente ndodhin këto raste abuzive. Dhe një pyetje tjetër që do doja të bëj, nëse ju do ishit prezent në një rast të tillë, një rast kur një sanitare apo infermiere kur them sanitare infermiere është se ndonjëherë është pa dallueshme dallimi ndërmjet tyre. Pra kur ti shkon në spital ndonjëherë kanë këtë çast sanitare që nga që njohin shumë mirë ambientin dhe kanë vite aty, kanë shumë vite në atë ambient, edhe din shumë mirë, njohin me emër, me mbiemër, kudo që jeton dhe punon aty, edhe din shumë mirë si funksionon gjëja, të bëhen edhe ndonjëherë si kompetente dhe zgjedhin probleme të caktuar. Ti me njëri drejtohesh më të vjetrit në atë spital dhe ambient dhe ai ta gjen zgjidhjen e caktuar. Dhe ndodh ndonjëherë që është shumë shqetësuese e gjithë kjo gjë. Klea po na pyet çfarë live është. Përshëndetje Klea, ky është emisioni sot me Xhesin, është live stream në Instagram, Facebook dhe YouTube dhe ne çdo ditë trajtojmë tema nga më të ndryshme, por që kohët e fundit Klea, të them të drejtën, jemi të lidhur shumë me COVID-19, duke qenë se absolutisht është një nga ato temat më zë. Dhe është një nga ato temat që na ka marrë gjithë arenën e vëmendjes kur bëhet fjalë për aktualitetin. Flas për ato thotë Vini që kanë patur shumë simptoma. Shiko Vini, ka dhe një problem tjetër që unë i referon në gjithë të situatë. Është ndonjëherë pjesa që ne heshtim përballë këtyre situatave, pjesa që ne nuk flasim kur ka raste abuzive, pjesa kur ne nuk absolutisht nuk tregojmë, nuk denoncojmë, thjesht e marrim mirëqen, japim para, japim shvetin, marrim shërbimin, kërkojmë një shërbim tjetër, pas këtij një shërbim tjetër, edhe ti rri, ti qetësohesh edhe merr shërbimin tënd, absolutisht nuk ke ndonjë preokupim për çfarë bëre, për çfarë fenomeni ushqeve, për çfarë fenomeni godite, edhe në farë mënyra denoncove ti apo jo. Dhe unë jam sigur që ka patur raste që ne gjithë kemi qenë prezente në një rasti abuziv, edhe nuk keni patur ndonjë reagim tuaj në besoj, nuk e keni patur reagim tuaj. Ka ndodhur, mund të them që fatkeqësisht nga ndodhur dhe mua, ndoshta në një moshë shumë herë më të vogël, por besoj që më ka ndodhur dhe besoj gjithë ju ka ndodhur raste të tilla abuzive. Megjithatë, si e shikoni ju këtë rast? Rasti konkret që është i tillë, një rast i cili ka ndodhur jo shumë ditë më parë, rast ku një infermiere e cila abuzon me postin e saj dhe merr portofolin e një personi i cili ka humbur jetën nga COVID-19 dhe merr tërheq paratë e tij. Si mendon se për të rreshur paratë absolutisht duhet të pini, në një farë mënyrë ajo ka biseduar me të, pa le të çfarë mund të ketë manipuluar dhe aludime të tjera. Ndërkohë Xhulio na nis besoj një poezi. Mali hesh dhe heshtja e qesh, e nuk vuaj
e unë vuaj edhe në vuajtje vdes, po unë kur apo ndoshta duhet me parë të vdes, ose nuk kam një grusht të fuqishëm. Kjo është një nga ato poezi që Giulio është marrë vetëm e pjesa fundit, si nuk kam një grusht të fuqishëm, dhe është aq aktuale si term, është aq aktuale si poezi që mund ta përdorësh kur të duash. Mali mund në zemër me angjesh ta shoh si dritet nga grushti pa lishëm e unë të knaqem të qesh. Dhe kjo palishmëri, për këtë po diskutojmë fiks fare Giulio, për këtë po diskutojmë. Sikur të kishim një grusht aq fuqishëm sa ta zhvonim gjithë këtë pjesën e padrejtësive që ndodhin në këto ambiente dhe të krijonim imunitet ndaj këtyre personave. Por ju mendoni dhe a mendoni sigurisht, a mendoni se ne vetë në një farë mënyrë e kemi ushqyer migjenin recital I Malsorit. Shumë faleminderit Giulio që na solli ndërmend këtë gjë. Por ajo që do pyesja unë për ty dhe për gjithë në fakt është, a mendoni ju ndonjëherë që ne jemi ata cilët ushqejmë si sot dhe migjeni I palishëm dhe unë knaqem dhe unë qesh? A mendoni ju se ndonjëherë ne ushqejmë duke mos folur, duke mos e denoncuar fenomenin fjalë, jemi duke diskutuar për një fenomen shumë aktual, për një fenomen shumë të sensitiv, edhe për një fenomen që gjithë ju besoj keni informacione caktuara për të. Pra është një fenomen që ju gjithë e keni të prekur në përditshmërinë tuaj. Në mos e keni përjetuar vetë, me siguri ju asiguroj ju këtë gjë, që e keni dëgjuar diku dhe keni heshtur. Pse keni heshtur? Sa e përket kësaj infermieres, e kishte xhar në portofol pinin, kartën dhe lekët, po ndodh marrasën edhe të babait tim, I cili para disa kohësh, nga që harronte shpesh ndoshta me shumë mundësi, por ka qenë tipit thjesht fiksues, se çdo të shënonte diku pinin, mbaj mend të portofoli I tij ende më kujtohet, kam qenë shumë e vogël, kishte kartën edhe kur hapi atë pjesën e kapakut, kishte të shënuar pinin e kartës dhe bënte këtë gjë sepse harronte ndonjëherë pinin. Jo harronte, por harronte gjithkohës pinin. Edhe tha, më mirë po e shnoj këtu edhe ndërkohë kishte të portofoli. Kështu nuk janë raste të tilla që mund thuash po si e gjeti pinin. Më shumë e lehtë, por vetëm mund ta pyesë dhe mund ta gjej pinin tek lekët. Ja kishte vendosur ideal, po. Dhe imagjino pak Giulio çfarë mund të ketë ndjer djali, fëmia I tij kur momenti kur ka marrë vesh një rast abuziv të tillë që babai të tij I është prekur privatësia, jo vetëm privatësia, po edhe me kujtimi I tij. Është nuk e di, është ndonjëherë makabër po ta mendosh. Nuk e di se si konceptohet kjo gjë. Por po për këtë pjesën tjetër, arrestimin E infermieres, a mendoni se duhet të ketë ndonjë mas tjetër apo duhet të ketë, e di çfarë po shoh sot ndjes që po ndërpres. Por shoh që ka shumë persona të rinj që po futen në live dhe kuptoj dhe pyesin shpesh si quhet emisioni. Emisioni quhet Sot me Xhesin, siç është I vendosur lart ditëra apo poshtë në Facebook. Është emisioni Sot me Xhesin, është live çdo ditë në orën 10:00 në Instagram, Facebook dhe YouTube të Dritare.net dhe mund ta shihni ku të dëshironi ju. Është gjithashtu në YouTube në Dritare TV dhe është një emision I cili diskuton tema koherente dhe tema të përditshme dhe është nga ato emisione që ka lirin edhe ju jep mundësinë të shprehni mendimin tuaj live, I pacensuruar dhe I lexuar ashtu siç ju e komentoni. Dhe besoj se do na shoqëroj për shumë gjatë ky emision dhe unë do të shoqëroj bashkë çdo ditë në orën 10:00. Kjo është pak po e sigurt. Ndërsa për një gjë tjetër që do pyesja është për pjesa e masës që është marrë ndaj infermieres në fjalë. Pra ajo është arrestuar, njoftohet dhe është arrestuar. Kjo është e sigurt se informacion dhe ka patur fakt reagime në rrjetet sociale, ka patur reagim në portale ku thonë që nuk është nga ato raste që mund të qëndrosh në heshtje dhe mos flasësh, është nga ato raste që duhet ta godasësh, siç thonte dhe Migjeni, në një farë mënyrë të kesh një lloj reagimi të jo dhe aq të butë. Dhe ndoshta ky është reagimi I duhur kjo pjesa e arrestimit, megjithatë unë e vë pak në pikpyetje, jo vetëm pjesën e arrestimit, në fakt vë në pikpyetje mënyrën e menaxhimit të kësaj situate, duke qenë se është një fenomen që nuk është vetëm ai, nuk është vetëm ai rast, ka patur shumë raste abuzive, më besoni do dëgjoni shumë herë të tjera, zakonisht kur del një rast I tillë të tjerë ndjekin pas, siç sa thatë Armando si kërputet pas shiut, që shumohen gjithkohës. Ndërkohë Armando thotë Giulio djali kishte vendosur lekët, 200.000 lekë dhe jo pinin në mos gabohem. Okay. Unë këtë informacion nuk I kam, pra këtë informacion të udhësishme ministri gjithmonë ju dhe prandaj jam I lumtur. Se dal prapë te Migjeni nëse doni. Po na rikthe. Shikoj se kthehem përsëri te Migjeni. Po mund të rikthehet Giulio te Migjeni. Migjeni e kemi gjithkohës me ne për treguar fenomene tilla që janë parashikuar shumë herë më parë, që siç Migjeni thonte që përballë kësaj lishmërisë ndonjëherë
ne tentojmë edhe thjesht qeshim edhe unë kënaqem duke u qesh në një farë mënyrë. Megjithatë, Migjenin kanë nxjerrur shumë, Migjenin dhe jo vetëm, shumë autorë, unë dje po lexoj një autor tjetër i cili fliste për gruan moderne, për gruan që shkputet nga familja e saj, nga sfera familjare, ka shumë personazhe të tjerë, shumë autorë të tjerë dhe mbi të gjitha autorë shqiptarë, të cilët në një farë mënyrë kanë shkruar për Shqipërinë, kanë shkruar për fenomene që kanë ekzistuar ndër vite, ndërkohë dhe fenomene që nuk janë goditur asnjëherë, për fenomene që nuk janë zhdukur asnjëherë, por që kanë qenë gjithkohës aty. Fatos mirëmëngjes, Angelo mirëmëngjes, të urojmë mësuar ditëlindjen, megjithëse duhet ta kishmuruar ditën e ndjeshme, por nuk e dia, të kërkoj ndjes. Dhe janë fenomene që kanë qenë gjithkohës. Megjithatë, çfarë sugjeroni ju? Ti pyes pak më konkretisht. Angelo, jemi duke diskutuar për fenomenin e vjedhjes ose abuzimit dhe shpërdorimit të detyrës nga infermierja në spitalin COVID-1, ku ka marrë në një farë mënyrë parat një pacient i cili është mund të themi që ka humbur jetën dhe është një nga ato persona që ka qenë pa haftë për ta mbrojtur në një farë mënyrë as kujtimin e tij dhe persona të tjerë që nuk kanë mundur do ta mbrojnë paktën as me sendet personale, si minimum me shmarrja sendeve personale të personit në fjalë dhe kjo nuk ka ndodhur sepse ka qenë e pamundur, ka rezultuar e pamundur. Ndërkohë, duhet për ne rikthejmë përsëri te Migjeni dhe flet për pjesën e paragrafit që ka fshatur se ka përdihet është vllajërimi, ka fshatur që të mbet në fryt e zëtrishtimi, kur shefi tyre të zbeta në sytë jeshilta, që të shikojnë si hije dhe të shtrin duart e mpita. E ashtu të shtrime, dhe e ashtu të shtrime mbrapa te e mbesin, e tan jetën e vet derisa vdesin. Julian, mos gabohem unë. Përshëndetje, mirëmëngjes, si jeni? Julian, mos gabohem unë, ti je duke thënë që në një farë mënyrë duke justifikuar, duke arsyetuar këtë gjë, referuar faktit që mirërimi dhe gjendja ekonomike i bën ata të bëjnë këto veprime. Ndjes, po e shoh unë këtë gjë apo po e shohim gjithë që del këtu Ilsa Kelmendi joined. Pata një reagimi të tillë. Ilsa Kelmendi duhet të jetë dikush me profilin e Ilsës me shumë mundësi. Okej, kemi dhe Anën e cila na është bashkangjitur. Mirëmëngjes Ana, si je? Ne jemi duke diskutuar për një fenomen i cili lidhet me pjesën e abuzimit të postut të detyrës, sidomos nga ana e infermierëve. Nga ana e infermierëve të cilët nuk kanë qenë të rralla, kanë qenë shumë raste të tilla. Edhe Ana, ajo që do të pyesja unë është si mendoni ju të ofrojmë një zgjidhje për këtë gjë? Nuk është pak ta diskutosh fenomenin dhe ta arsyetosh atë. Rëndësishme është të ofrosh dhe një zgjidhje. Unë është shumë të arsyeshme edhe dhënia e një zgjidhjeje për këtë gjë. Kur them zgjidhje nuk e referohem vetëm faktit që hajde si mund bëjmë një hetim të përgjithshëm, si mund të bëjmë një arsye ta analizojmë situatën dhe themi ky është problemi dhe atë si po i ofrojmë një zgjidhje. Ajo që duhet di unë është ju si qytetar si jepni zgjidhje kësaj gjëje. A lidhet kjo domosdoshmërisht edhe me ne, edhe me faktin që ne duhet jemi ata cilët kemi një lloj tërheqje pozitive ndaj kësaj gjëje. Dhe kur them pozitive është ajo e revoltimit, ajo e denoncimit, ajo e goditjes së fenomenit siç thonë Migjeni, edhe jo të thjesht qëndruarit të heshtur edhe të bëjmë sikur nuk ka ndodhur gjë. Gjës do e thojë do të ndjek shumë përgatitur. Shumë faleminderit Mirela. Mirëserdhe. Në fund Mirela ne bëjmë një lojë shumë interesante. Është një lojë shumë e bukur që ne kemi për një fjalë, 3 ndihma për një fjalë dhe ne zakonisht japim 3 ndihma dhe ti gjen fjalën. Kjo ndodh gjithmonë në fund të emisionit të mëngjesit dhe kemi shumë fjalë për sot. Ndërkohë, na është bashkangjitur, nuk e di se si po ndodh, dua një arsyetim logjik dhe real. Megjithatë, ndoshta është ajo që unë nuk e kam besuar asnjë, nuk e di. Thjesht po shoh që këtu më doli dhe më rezultoi që Ilsa Kelmendi joined. Tani është dikush tjetër në profilin e Ilsës. Ju lutem që s'e po ndjek akoma, të më ktheni përgjigje që do ta marr këtë informacion, që ta di të paktën. Okej, mirëmëngjes si jeni, na thot Besiani, mirëmëngjes Besian, si je ti? Si po kalon, si ke qenë këto ditë se nuk kemi parë në live më. Për sa i përket edhe një fenomeni tjetër që unë pyeta është imuniteti që të krijojmë ne ndonjëherë ndaj këtyre personave të cilët në një farë mënyrë kanë qenë ata të cilët kanë kryer këto raste abuzive, ndërkohë Angelo pak më lart se harrova ta cilësoj atë që Angelo tha më lart, sa ka si këto e të diskutojmë si këto ne Gjesi nuk do mbarojmë kur live. Kështu që e lëm më mirë dhe Angelo dorëzua dhe e kuptoi shumë mirë bezdisjen tuaj. Ndërkohë na thot Marinsi, fenomen Marinsi,
Mirëmëngjes ministre, respekt. Shumë faleminderit Marins edhe për titullin. Po pra Xhulio dhe unë atë jam duke pritur një lloj ankthi jashtëzakonshëm. Edhe fiks është telepatia, ajo që ti kishe bërë status me këtë që ndodhi tani. Megjithatë, t'ju them edhe një gjë tjetër, për këtë që po diskutoja është pse disa persona janë imune ndaj COVID-19, ndërkohë ju jeni të ftuar që të bëni edhe komentet tuaja lidhur me rastet abuzive, nëse keni patur ndonjë rast abuziv të personave që janë shtruar me COVID-19 në spitale apo nëse ju keni qenë në ambiente spitalore dhe keni parë raste të tilla, keni folur apo jo. Kjo pyetje është gjithkohës për ju dhe paktën unë nga eksperjenca ime personale kam parë një rast të tillë. Ditën e pardjeshme ishte një video që përçarkullonte. Besoj fiks për këtë, kjo do të jetë një njëjti rast. Është një video që përçarkullonte ku një infermier u përgjigj shumë keq, u përgjigj shumë revoltuar dhe unë mendoj se ka një lloj ankth të brendshëm dhe një lloj stresi të brendshëm edhe nga stafi i personelit mjekësor. Duke qenë se dhe ato në një farë mënyrë janë në qendër vëmendjes për momentin dhe për gjithkohë u bën një vit që janë në qendër vëmendjes, por jo vetëm në qendër vëmendjes, por edhe në qendër të ngarkesës së tyre psikologjike dhe fizike. Nuk është vetëm ngarkesë fizike, në fakt është edhe ngarkesë psikologjike, prandaj ndoshta në një farë mënyrë Armando na shumë thjesht, shumë mirë që Xhes ndonjëherë ja bën edhe mendja por edhe gjendja ekonomike. Pra nuk mund ta justifikojmë të faktin që kanë qenë aty për shumë kohë, gati një vit, i gjithë personeli mjekësor edhe ka ushtruar detyrën e tyre me shumë profesionalizëm, por raste të tilla abuzive do ketë gjithmonë. Kudo do të ekzistojë një rast i tillë, i cili nuk përmbledh gjithë rastet e tjera, megjithatë është nga ato raste që bën bujë, sidomos kur janë këto emisionet investigative, janë këto emisionet investigative që tërheqin shumë vëmendje. Dhe janë këto emisionet që të bëjnë gati gjithë xhiron e rrjeteve sociale, dhe sepse në një farë mënyrë paraqesin realitetin që ne të gjithë e dimë. Prandaj ju bëj pyetje shpesh a keni raste të tilla abuzive. Ju nuk flisni, nuk e tregoni dhe unë kuptoj shumë mirë sepse në një farë mënyrë është identifikuese po ta bësh, sepse nëse do flasim, do fillojmë gjithë e kanë parë këtu në këtë spitale, ka jemi kështu, e dim dhe jemi të arsyetueshëm dhe jemi të logjikshëm për këtë gjë dhe jemi në fakt edhe prezent për këtë gjë. Thot Mirela, duhet të nisim ndryshimi nga vetja Xhes, edhe Mirela Laza, e cila sapo na është bërë një nga ndjekësit tona të ardhshëm, falenderoj shumë Mirela. Thotë që duhet ta nisim ndryshimi nga vetja Xhes dhe ne i mësojmë keq nga dëshira për të ndihmuar njerëzit tanë japim lek edhe pa na i kërkuar ose sjellja e personelit mjekësor na e detyron këtë gjë. Ti po më thua në fakt ti po më thua Mirela një gjë shumë interesante që është nga të dyja këndvështrimet. Fillimisht po më thua që ka njerëz të cilët kontribuojnë, siç ta thashun në fillim, ka njerëz që japin për këtë gjë, për të bërë një shërbim caktuar. Dhe ne këtë gjë e bëjmë ndonjëherë nga frika, nga pasiguria, nga fakti që ka persona të cilët vuajnë këtë gjë absolutisht, ka persona të cilët kanë prindërit e tyre dhe duan të bëjnë çdo gjë të mundshme, qoftë ajo e lishme apo jo, për të ndihmuar dhe duke qenë se ne nuk kemi në këtë situatë nuk e arsyetojmë dhe nuk e gjykojmë dot. Nga ana tjetër ti thua ka dhe persona të cilët ne i japim lek pa i kërkuar sepse na e detyron sjellja e tyre. E kuptoj shumë mirë Mirela çfarë do thuash ti. Është ajo sjellja sikur është në pritje të diçka, edhe ti dhe ajo e di shumë mirë që po ndodh diçka, dhe që po presin diçka. Na thot, po, ato do pyesja edhe unë, në fakt, Xhulio kush po përdor akantin e Ilsës, Nura, sapo ishim live dhe më doli që Ilsa Kelmendi joined, edhe prandaj po ta bëjmë këtë pyetje, sepse na doli joined aty në si sinjal, si njoftim. Okej, besoj më shumë mundësi po e përdorin familjarët, edhe kjo padyshim. Dhe po i thoja që megjithatë unë dhe Xhulio ndoshta kemi qenë nga ato që po prisnin pa durim që të kthente përgjigje Ilsa. Ilsa është një nga ndjekësit tona, ishte një nga ndjekësit tona unë them është sepse duket sikur jeton ende, të emisionit Sot me Xhesin, edhe e cila fatkeqësisht humbi jetën edhe nga COVID-19. Pra COVID-19 jo vetëm na ka marrë energji dhe ndonjëherë shpresën për të menduar që do ndryshojë dhe do mbaroj sa më shpejt kjo situatë. Por na ka marrë dhe njerëz që ne i donim edhe ka qenë një nga ato ndjekësit besnike që nuk jeton më fatkeqësisht edhe tani na doli nga Instagrami saj që ajo u bë pjesë e live-it, po sigurisht ka qenë familjari i saj me shumë mundësi. Okej, dhe një gjë tjetër që do jepja një informacion për personat që kanë qenë imun, të rikthehemi pak live-it dhe temës kryesore që kishim para këtij fenomeni, sepse ky i dyti në fakt ishte një fenomen bezdisës që unë doja ta diskutoja. Në fakt kam dashur ta diskutoj edhe para 2 ditësh që ka ndodhur, por e kam zvarritur si fenomen duke ditur se ka një lloj reagimi nga ana juaj edhe revoltues ndaj kësaj gjëje. Edhe keni drejt që jeni revoltues sepse pyet veten, a ka më njerëz të tillë, a do të thënë vërtet ekzistojnë njerëz të tillë? Jo, nuk është, Xhulio nuk është më në live, u larguam.
Nuk është më në live. Okej. Dhe diçka tjetër që do doja shumë të jepja një informacion shumë të rëndësishëm lidhet me këtë eksperimentin ose më saktë kërkimin shkencor për cilën po ju flisja më parë, është për se persona të tjerë të cilët e kanë kaluar COVID-19 as nuk e kanë ditur se e kanë kaluar. Dhe një ndër to kemi patur këtu Armandon, i cili thashë gjithë e kanë kaluar COVID-19 dhe pasi bëra testin serologjik e kanë kuptuar këtë gjë. Dhe kjo ka një shpjegim, ju thash lidhet me gjenet, lidhet me ADN-n, edhe është edhe tjetër citim që është ne kemi një protokoll të aprovuar nga Komiteti i Etikës dhe ne po shkruajmë për atë gjë dhe duhen bërë absolutisht testet Donik, përshëndetje, faleminderit. Dhe duhen bërë testet e COVID-19. Kjo është pak për e sigurt. Por, sipas ekspertit duhet kihet parasysh se imuniteti natyror, një informacion i shpejt ky, ka një kozjate të caktuar që vlerësohet paktën 8 muaj, sipas një studimi të fundit australian, dhe që tamponët nuk janë të pagabueshëm. Edhe kjo është një gjë për tu përmendur. Nuk është se ne faktikisht po bëjmë testin që vërteton apo nëse jemi pozitiv apo negativ ndaj COVID-19, është gjithmonë pozitiv në sensin që është gjithmonë efektiv apo jo. Siç tha Merina, ndonjëherë ne detyrojmë shumë gjëra që të bëhen ashtu siç ne duam, në këtë rast edhe testi është i gabueshëm dhe identifikimi se kush me të vërtetë është rezistent nuk do të jetë shumë i lehtë, por megjithatë do të kemi dhe do na japin përgjigje të shumta. E di për çfarë jam duke folur për faktin që jo vetëm që ty të duhet kohë për të kuptuar nëse ke kaluar COVID-19 apo jo, ashtu siç na është dashur në një farë mënyrë të kuptojmë edhe të bëjmë këto testet e caktuara për të kuptuar nëse kemi COVID-19 apo jo, ashtu do të ndodhi besoj dhe për pjesën që a je imun ndaj COVID-19. Do ndodhi dhe kjo gjë, e presim fakt të jetë një eksperiment të tillë, të ketë një lloj testi të tillë. Jam duke folur për këtë gjë. Siç ka teste që vërtetojnë që ke COVID-19, ashtu do të ketë teste që vërtetojnë që ti je imun ndaj COVID-19. Pritet në fakt që shkenca të japi këtë përgjigje, pritet në fakt që vetë shkenca të evolojnë në farë mënyrë për kërkimet e tyre, dhe ju kam thënë, ka qenë gati, kërkimet për ADN, për RNA janë bërë në ongoing, kanë qenë në vazhdim e sipër, megjithatë ishte ju desh në një farë mënyrë të ndodhte COVID-19 që ato të vendosen në praktikë çdo njëri të tyre. Ky është shpjegimi më logjik dhe më i arsyeshëm për sa i përket situatës së gjetjes së vaksinës në një kohë kaq të lehtë dhe kaq të vogël. Kjo verë do të jetë pa koronavirus, na thot Marinsti, dhe do të lëvizim pa kufizime. Okej, shumë interesante. Shumë interesante fakti që Marinsti është pozitiv dhe mbetet në nuancat pozitivitetit dhe thotë që këtë verë do të lëvizim pa kufizime dhe kjo verë do të jetë e jona. Shpresoj Marinsti, unë kam bërë shumë plane për këtë verë. Kam bërë plane për të patur një qetësim, një periudhë qetësimi të jashtëzakonshëm, duke qenë se vitin na pret gjithkohës me punë. Mirela na thot, ndërkohë shumë faleminderit Mirela që vazhdon na argumentosh, na komentosh, thotë që lidhet me faktorin TGS, kjo lidhet me imunitetin, testet nuk janë plotësisht të sigurta, pasi Covid nuk njihet nga shkenca plotësisht. Dhe përveç faktit që nuk ka asgjë absolute në shkencë, Mirela është shumë e saktë kjo që ti thua që nuk ka asnjëherë edhe diçka të sigurt në shkencë. Duke qenë se nuk ka asnjë gjë të sigurt në shkencë, kjo ta jep mundësinë dhe ta jep ndonjëherë komoditetin që ti thua që po mund të ndodhi, po ndoshta mund ndodh, edhe fakti që ti thua ndoshta mund, ta jep në një farë mënyrë komoditetin ta ti përdorësh të dyja këto fjalë, duke qenë se janë pranueshme në këtë situatë në cilën ne ndodhemi të COVID-19. Testet nuk janë plotësisht sigurta, dihet kjo gjë dhe është pak po e sigurt, edhe pjesa e vaksinave nuk janë plotësisht të sigurta, duke qenë se ai 5% është ai i cili reflektohet, mund të them simptoma të tjera ose efekte anësore. Megjithatë na ka shkruar edhe Besiani, ku thotë një ekip studiuesish amerikan nga qendra për sëmundjet infektive në Kaliforni zbuluan se disa njerëz janë imun, do thuash, ndaj patogjenit SARS-CoV-2 edhe pse nuk e kanë rënë në kontakt me të. Pra ti do thuash Besian që në bazë të këtij kërkimi ti je imun edhe pa qenë në kontakt me COVID-19. Në një farë mënyrë ke këtë imunitetin që një zot e di nga ju e marr dhe që je me fat që e ke marr. Dhe ne fakt ishim duke diskutuar për këtë gjë, për këtë imunitet shumë interesant që jo të gjithë e kanë. Dhe një informacion tjetër që na vjen direkt në dritare.net, që besoj nuk i keni lexuar deri tani në artikujt e tjerë, dhe ky vjen direkt, kur them direkt tani sapo është botuar, është që vjen ora e AstraZenecës ose AstraZeneca, nuk e di se si cilësohet mirë, duhet me pyet për këtë gjë, por pas lajmeve të këqija vijnë lajme të mira, do jetë drita e shile e përdorimit të vaksinës AstraZeneca ose Zeneca, siç doni ju ta quani, dhe thuhet që do të miratoj për gjithë grup mosha përveç të miturve. Dyshimet nëse mund të autorizoj vetëm për ata nën 65 vjeç apo dhe 55 vjeç që janë zgjedhur tashmë dhe do të marrin dozën e caktuar të vaksinimit. Thuhet gjithashtu që lajmi i keq kishte ardhur ditën e fundit kur kompania anglo-suedeze njoftoi se do të reduktonte furnizimin me 60%, paktën në këtë fazën e parë. Problemi lindi nga replikimi i zvogëluar i virusit krahasuar me atë të pritur në
uzinë në Belgjik, ku ndodhi dhe ky prodhimi dhe ku po bëhej gjithë prodhimi, e cila pret drejt 400 milion doza nga kompania për këtë vit. Dhe thuhet gjithashtu që në Itali ka deklaruar të shtunën kryeministri Conte, që kemi dhe një informacion tjetër për këtë rast, për në Itali, nuk e di çfarë po ndodh, po Conte ka dhënë lajmin që do dërtëhet, megjithatë do ta diskutojmë pak më vonë këtë gjë, ku thuhet që do të mbërrin 3.6 milion doza nga AstraZeneca. Pra, mund themi që në katalogun e mundësive për të përzgjedhur atë vaksinë që ti preferon është futur dhe është vendosur edhe AstraZeneca. Ju kam thënë që në fillim që po bëhet lufta e prodhimit të vaksinave dhe kjo rezulton edhe pozitivisht duke qenë se sa më shumë kemi, aq më i ulët fillojnë dhe janë çmimet, ka më shumë konkurrueshmëri, ka më shumë variante dhe ti ke mundësi më shumë zgjedhjeje. Dhe kjo është pozitive për ekonominë e çdo vendi në fakt. Pasja një vaksinë për të moshuarit është më e menaxhueshme se ajo e Pfizerit, lidhur me disponueshmërinë e saj. Për sa i përket informacioneve që na vijnë nga AstraZeneca janë këto. 72% efikasiteti javën e parë dhe për gjithashtu fakti që ajo është nisur në këtë nuhatje 60 deri në 70%. Në protokoll dhe objektivi për aprovim ishte me efikasitet të paktën 50%. Për këtë arsye dhe këto që kanë 70% arrin të miratohen. Tjetër çfarë thuhet gjithashtu që shkalla e vlerësimit të efikasitetit për çdo vaksinë duhet të jetë 50 ose 60%, pra në mënyrë ta kalojë gjysmën e probabilitetit dhe ajo është e kalueshme dhe mund të them e miratueshme. Megjithatë, një gjë shumë e rëndësishme për këtë gjë, ekziston mundësia e varianteve të reja. Dhe një nga këto variante të reja është pikërisht vaksina AstraZeneca, që sapo kemi publikuar, e keni artikullin në plot në dritar.net, që sapo është publikuar dhe tregon që kemi një tjetër vaksinë dhe një vaksinë që bashkangjitet të gjithë kategorisë së vaksinave të tjera. Ka dhe një informacion në fakt me Modernën, me vaksinën tjetër Moderna, që unë do t'ja gjejmë një herë tani, e cila ka treguar që ka një lloj efikasiteti edhe përkundrejt, sapo e gjeta, edhe përkundrejt versioneve të reja. S'është për kjo pikpyetja e jashtëzakonshme që ne kemi pasur me njëri tjetrin, që gjesti, po për këto versionet e reja që janë krijuar kohët e fundit, versione angleze apo versionet e reja, çfarë do bëhet? A ka Pfizeri aftësitë të mbrojtë një imunitet jashtëzakonshëm për ta mbrojtur këtë gjë dhe me këtë vaksinë? Dhe po, Pfizer në fakt e ka thënë dhe bashkë me BioNTech kanë thënë që e kemi këtë lloj garancie që ka një imunitet edhe ndaj këtyre mutacioneve të tjera, por megjithatë edhe Moderna ka thënë këtë gjë që është efektive edhe lidhur me variantet e reja të COVID-19. Dhe kjo ndoshta sepse kur janë studiuar dhe kur janë prodhuar janë marrë parasysh edhe këto raste të mutacioneve, duke qenë se nuk është hera e parë që një virus ka plon tokën apo ka një nivel kaq të madh të ndikimit të tij. Ndërkohë Mirela më lejo të pyet gjithashtu se po e shoh dhe nga retorika jote apo nga fakti që ti po na argumenton shumë profesionalisht këto pyetje dhe përgjigjet që jep. Do doja shumë të dija ku punon, ai je pjesë e stafit mjekësor, të lutem që të më ta di këtë gjë. Gjesi Covid prek qelistat nervore, pra prek trurit, a mund të shkosh dhe të punosh ti si psikologë në spitalet Covid, se ato psikologë me botox i lan njerëzit të hidhen nga balkoni, na thot Mirela. Unë do i thoja kështu Mirela, do bëj këtë ftesën që të kenë mundësi ta aksesojnë në live, do të dëgjojnë informacione nga më të fundit dhe të marrin doza pozitiviteti. Këtë mund ta bëj. Ndërkohë Mirela na thot AstraZeneca është më e mirë në botë pasi bashkëpunon me Oxfordin dhe i bëhet antireklam nga konkurenca. Kjo konkurrenshmëria në fakt Mirela ka sjellë shumë problematika sepse jo të gjithë janë të atashuar me pjesën që ti mund të kesh një treg shumë të madh për çdo vaksinë, jo të gjithë e presin shumë mirë këtë gjë, përkundrazi Pfizer nuk besoj që të preket pak. Domethënë besoj se është ndikuar shumë edhe nga AstraZeneca. Në thot Mirela që janë goca e dy mjekëve të mrekullueshëm. Është gjëja më e mirë. Është gjëja më e mirë dhe është shumë bukur ti je vajza e dy mjekëve, sidomos kur ti cërson të mrekullueshëm. Vjen shumë mirë që na bashkangjitet Mirela dhe shpresoj të kemi çdo ditë, sidomos kur diskutojmë për tema të tilla, besoj informacionet që ka babaju dhe nëna jote janë ato që na vlen më shumë në gjithë këtë situatë. Dhe i ftoj gjithashtu ata të na bashkangjiten në këtë live. Ndërkohë na ka dërguar Besiani tjera informacione, thotë sipas ekspertëve ky fenomen shpjegohet me faktin që ata kanë një autoimunitet, patjetër më parë kishin kontaktuar një tjetër virus që shkakton ftojen, pra një virus tjetër jo kaq i prekshëm sa COVID-19, por na thua Besian. Por pastaj thotë ka ndodhur një ndër reaktivitet që siguron mbrojtje të përshtatshme kundër COVID-19. Pra një lloj buroje dhe barierë imunitare natyrale do ta shuaj unë. Edhe sa vaksina do dalin thotë hini aq mirë apaçi, po pra vini sa më shumë vaksina akoma dhe më mirë. By the way, do ishte mirë me rastë relapse. Të na bashkangjitë ajo zonja apo zonjusha në Itali që bëri vaksinën. Do ishte shumë mirë të shkojë dhe data apo jo.
apo jo Giulio. Është fiks më duket data për këtë gjë. Se e kam datën dhe në orë, mos shikoni kështu çuditshëm. Po shikon datën dhe ora. Është dhe data dhe ora. Dhe po do ishte shumë mirë Giulia, fiks, na e kujtove shumë mirë këtë gjë. Do mundohem ta kontaktoj, që të na bashkangjiten dhe të na thotë për dozën e dytë të vaksinimit. Megjithatë, unë kam kushërinë time e cila ndodhet në Itali, është pjesë e stafit mjekësor dhe ka bërë dozën e dytë, pra për 2 ditë, 2-3 ditë bën dozën tjetër. Pra ka bërë dozën e parë, tani po bën dozën e dytë. Kështu që mund t'i marrë dhe saj dhe sigurisht Dianës, se Diana e ka emrin, një rrëfim shumë personale dhe në mënyrë se si e ka përjetuar pas dozës së dytë. Dhe gjithashtu t'i kërkoj një foto të gjë shumë e bukur kjo, shumë asoj ndërmend. Faleminderit. T'i kërkoj një foto të asaj pasaportës që merret pasi ti bën këtë dozën e dytë vaksinimit, që tregon se ti je infektuar, që ti je i vaksinuar ndaj COVID-19. Shumë interesante do ishte. Do e kem parasysh të dyja këto gjëra. Ndërkohë na thot Mirela janë 2 mjek në pension. Megjithatë Mirela besoj se në pensionin e tyre gjëja më e mirë që kanë marrë është fakti që kanë ndikuar në jetët e tjerëve, kanë shpëtuar jetët e tjerëve dhe është gjë shumë pozitive ti kesh ato. Dhe po thoya Mirela dhe një gjë tjetër për Modernën është që ka krijuar dhe po tregon që ka një lloj efektiviteti ndaj llojeve të reja të SARS-CoV-2 dhe kjo thuhet që bëhet me 2 doza me 1 muaj diferencë në mes. Dhe përfaqësues të kompanisë tanë se Moderna do të duhet të provojnë nëse një dozë e tretë mund ta zgjasë imunitetin. Pra janë duke bërë provat e Moderna që të shtojnë dozat, pra të bëjnë një dozë të tretë. Do t'i bëjë gjitha vaksinat, do bëjmë shosh tot vini. I guxim shumë vini. Dhe siç po e thoja, Conte në Itali përgatitet që të jap dorëheqje. Nuk e di pse, arsye nuk e kuptoj, por thuhet që ishte i nevojshëm në bazë të votimit apo të situatës. Nuk e di mirë të them të drejtën, por duhet ta shikoj pak më shumë situatën në Itali dhe referuar dhe dorëheqjes së Contes. Dhe një gjë tjetër për Gjermaninë, që të kalojmë direkt te loja pastaj. Lidhur me Gjermaninë, për sa i përket vendit i cila është vendi i parë që po përdor për koronavirus barnat që u trajtuan Trumpi. Dhe kjo është shumë interesante. Thuhet gjithashtu që antitrupat monokular që do të përdoren në Gjermani fillimisht në klinikat universitare janë ato që do të përmbajnë të gjithë të përgatitjen që bëri Trumpi dhe mendohet se është një nga ato më pozitive të mundshme dhe janë ato më efektive në të njëjtën kohë. Dhe thuhet gjithashtu që to terapi me antitrupa monokular, të cilat mund përdoren edhe pas një vaksinimi pasiv kundër sëmundjeve të caktuara, janë të shtrenjta sigurisht dhe janë shumë të kushtueshme për të prodhuar, megjithatë kanë efektivitet shumë të lartë. Në SBA këto 2 ilaçe janë pak më larg, por e kanë vështirë ti cilësoj. Mirela, besoj ti duhet ta kesh më të lehtë se unë. Këto 2 ilaçe përdoren dhe kanë marrë miratimin për përdorim më që në nëndorin e vitit kaluar, por janë përdorur shumë rrallë sepse duhet i injektohen direkt në gjak dhe kërkon që pacientët të jenë në fazat e para të sëmundjes. Pa një tjetër pozitivitet ky lidhur me gjithë shpikjet e krijimet e fundit rreth COVID-19. Më vjen shumë mirë që risollëm dhe fenomenin e abuzimit ndaj COVID-19, vjen shumë mirë që sollëm dhe të rejat më të fundit ndaj COVID-19 dhe artikullin e plot për rastin e abuzive e gjeni në dritare.net, ashtu si gjeni çdo artikull tjetër për cilën ne diskutojmë, në fakt çdo temë tjetër që ne diskutojmë. Gjithashtu, ato që ne diskutojmë këtu, ne bëjmë një shkrim në mënyrë që ju ta gjeni edhe në dritare.net sigurisht, dhe për sa i përket situatës meteorologjike, se kam harruar t'ju a them, ja mora edhe dorën termit meteorologjike, e thash mirë. Se nuk dua të bëm ndoshta një nga ato transmetueset klishet të Montit. Monti për ditën e sotme do të jetë. Por unë do thoya kështu që ka shi për mbytje edhe ka dbor, kështu që nëse keni bërë plane për të shkuar në male, do ketë dbor, nëse keni bërë plane për të udhëtuar dhe për të dalë, do të ketë shi, mos e bëni, mos ikni më mirë. Dhe fatkeqësisht do të ketë për mbytje, e pritshme kjo në fakt për gjithë situatën në Shqipëri, dimër gjithmonë kështu bëhet në Shqipëri, bëhet me shumë rreshje. Megjithatë nëse keni vënë re, ishte bërë gati 4 vite, mos më shumë, jo, 3-4 vite që nuk ishte në nivele të larta të rreshjeve të shiut. Pra sigurisht rikthyer dhe sikur po kthehemi në normalitet ose anormalitet të kushteve meteorologjike. Edhe një këshill, tani do vi dhe një këshill për ushqimin, s'është e pamundur me mbyll gjithë emisionin sot me Xhesin pa dhënë një këshill që vjen direkt nga dritare.net dhe që ju e gjeni tek opsioni stil jete ushqimi. Me çfarë fjala? Se kam harruar fare t'ju them. E dini ju që në dritare.net ndodhet edhe një opsion tjetër që është ora e gallatës? Dhe unë se dija, kam marrë vesh para 2 ditësh, gjë më e keq shumë kam bërë që nuk e dija këtë gjë. Është një tjetër, është ora e gallatës shkruhet aty dhe është shumë mirë
mirë që ju ta shikoni një atë orën e gallatës, është shumë gallat, fiks shumë gallat. Ndërkohë na thot fenomen Maris Nxesi është një gjë e mirë që marr informacione nga mjekësia, respekti për Mirela, shumë faleminderit Mirela dhe e përqafojmë shumë dhe faleminderit që na bashkangjitje. Dhe do ju thoja, për supën, një sugjerim sot për dimrin për këtë periudhën e ftohtë që mund të shoqërohet edhe me ftoje normale, fatkeqësisht, edhe ato të stinës, po jo COVID-19, është sot sugjerimi një supë me brokoli, është më e shëndetshme për këtë të ftohtë dhe t'ju them vetëm pak fare që do përmban pak gjalp, brokoli, patate, pak mjeshpule dhe mishra Vjera mund ta bëj tani sa po të shkojnë në shtëpi, karrotë dhe sigurisht patate, domethënë ju thash mesatar, kri, piper, erza që ju mund t'i shtoni siç doni, pak limon, bëhet super e mirë. Keni edhe artikullin e plot në dritare.net, keni edhe recetën si mund ta gatuani në dritare.net dhe keni madje edhe foto si ajo rezulton. Unë e kam provuar, ma bën motra gjithmonë këtë supë dhe e bën shumë të mirë, e çani them unë. Janë këto shprehje tipike shqiptare, e çan supën dhe e bën shumë të mirë. Kështu që unë sugjeroj po Xulio, jo gjalp për vaj ulliri, unë në fakt nuk e përdor shumë gjalpin në përditshmërinë time dhe gatimet e mia, përdor shumë vaj në ullirit, jam e fiksuar me vaj në ullirit, por ju sugjeroj të mos e bëni shumë të trashë të lëngun, ai lëngu ndoshta duhet të jetë pak fare më i hollë dhe shumë herë më i mirë, sepse sa më shumë patate ti vendosësh, aq më e trash bëhet. Është një këshill kjo nga një anvistë dhe një dashuruar me kuzhinën, me embërsirat dhe me ushqimet, pavarësisht se nuk duket. Dhe një informacion pozitiv, janë ulur rastet e infektimit me COVID-19 në vendin tonë, pra referuar dhe krahasuar një ditë më parë që kanë qenë diku te 833, shifra të frikshme, tani janë më ndryshe. Janë më ndryshe dhe siç duket janë më të normalizuar. Shpresoj të shkohet drejt normalizimit. Po të marrin si quhet supa quhet me brokoli. Supë me brokoli, kështu është konsideruar. Kështu është reseta. E gjen plot në dritare.net. Dhe mund të shkosh në fakt dhe në Facebook, ti klikosh kështu dhe nuk është se e kanë hedhur shumë larg goca, tani afër e kanë hedhur dhe mund ta gjeni. Sepse vaji i ullirit kanë temperaturën të ulët të vlimit. Përveç kësaj, përveç skuqeve. Po, skuqeve jo vaji i ullirit në skuqe se bëhet një katrahur e vërtet edhe nuk e përballon nxehtësinë. Kështu që nuk ju ftoj fare të gatuani. Sidomos ju lutem speca të skuqura me vaj ulliri. Mos e bëni se bëhet një aromë shumë ndryshe. Nëse doni ta provoni në ambiente të jashtme. Jo sugjeroj. Kam provuar unë te daja ime në ambiente të jashtme dhe asgjë nuk ka. Është shumë herë më mirë. Këshillat i dham. Kalojmë pak të këto fjalë që s'do i gjeni kur sot, meqense Martini nuk e kemi. Do ishte mirë ta kishte fakt se mund t'i gjente këto fjalë që janë shumë interesante. Unë fakt kam shumë fjalë për sot, por që po ju sugjeroj edhe po them dhe po mendoj të shkojmë te një fjalë që unë e kam shumë qejf. E kam shumë qejf se edhe ndonjë politika jon bëhet kështu. Edhe ndonjë kur shkojmë në një ambient që nuk na pëlqen, themi është bërë kështu, është kthyer në një gjë kështu. Dhe prandaj fjala që vjen sot është shumë aktuale, e po unë s'luaj pra. E po si Martini e di që s'luaj zuri, po hajde luajmë të gjithë tani. Mirela, meqense je akoma aty, është loja fikse që po të thoje dhe po të shpjegoja, është loja në fund që ne bëjmë të emisionit, është loja 3/1, kështu e kam konsideruar unë. Ndoshta se të tresha nga pas gjithmonë numër fat dhe besë. Megjithatë 3/1 janë 3 ndihma për një fjalë të vetme. Unë do ju them 3 ndihma tani për gjetur fjalën në fjalë. Dhe fjala për sot është jo nëse do ju them fjalën, nuk ju them fjalën, do t'ju them ndihma. Ndihmat për sot janë 3. Përvajson një pjesë argëtuese, pra është objekt sigurisht, është objekt për jo vetëm, po përbëhet nga objektet. E para një përmend edhe në vetvete është argëtim, ka lojra dhe ndodh edhe në politikë. Është një fenomen që ndodh në politikë, paktën në retorikat shumta të politikës ose të rrjeteve sociale përmendet kjo fjalë. Dhe njëherë është argëtim, ka lojra dhe që ashtu ndodh në politikë gjë. Dhe si më thuaj orët e live streaming se më duhet largohem pasi ke tema interesante, mua më pëlqen bashkëpunimi me ty. Shumë faleminderit Mirela, atë po ndiem shumë mirë shoqërinë tënde dhe shoqërinë e gjithë ju. Jemi çdo ditë Mirela në orën 10:00, nisim fiks në orën 10:00 live-in, edhe do të jemi këtu, diskutojmë për tema nga më të ndryshme, madje Mirela të ftoj të na propozosh edhe ti tema, nga ato që ti dëshiron, që mendon që janë të kornizuar në emisionin tonë edhe që lidhen me aktualitetin sigurisht. Të përqafoj shumë mund të largohesh dhe luajmë nesër lojë. Do ta bëj pak më shpejt lojën që ti jesh më në kohë për ta luajtur. Fenomen apo objekt na pyet Xulio është dhe fenomen, është dhe objekt, është shumë interesante se sillet edhe si fenomen edhe por edhe si objekt. Në fakt Xulio është edhe kjo është përgjithësuese shumë objekteve që mund ndodhen aty. Pra përmbledh në një farë mënyrë argëtimin, lojrat edhe ndodh edhe në politikë. Pra është një fjalë Xulio që ti e përdor edhe në politikë. Pra ata janë kthyer në një edhe është kjo fjala. Okej, është dhe fenomen dhe politikë, edhe fenomen dhe objekt kjo fjalë që unë po them.
Dhe është një nga ato fjalët, shumë faleminderit Merilet, përshafoj shumë. Edhe ti je shumë e mirë. Është një fjalë që lidhet me argëtimin, me lojrat, dhe një gjë tjetër është ndodhet edhe në politikë, konsiderohet edhe dhe bën pjesë dhe politika. Qëse unë ju them fjalën tjetër, ju do ta gjeni më një herë, sepse ajo fjala tjetër është sinonim i kësaj. Kuku na thot Giulio, jo, je shumë afër Giulio. Në fakt edhe ajo Kuku dhe Dordolec, fix, edhe këto ndodhen te kjo gjëja e përgjithshme që unë kam gjetur sot, kjo fjala. E di ku e mendova këtë fjalën? Mendoj se Lili Mema do ta gjej këtë gjë. Armando është e pamundur, a do na lësh të luajmë? Armando i pamundur fare, nuk na lë të luajmë, i gjet gjitha fjalët, unë dorëzohem. Armando e gjeti fjalën, është cirk. Cirk, apo jo, se mbaron me u. Është cirk, e gjeti Armando. Pra ju thash është diçka që ne përdorim në politikë, që në një politika na bëhet si cirk, por që edhe për mbledh lojrat e argëtim. Ndërkohë Lili na është bashkangjitur. Është një afërmimi. Që luajmë shumë me njëri tjetrin me këto lojra dhe jo vetëm, edhe me fjalë tjera, por e di që do ta gjesh këtë fjalën që unë do të them tani Lili, sepse është një fjalë shumë e bukur. Dhe besoj se na përmbledh të gjithë. Unë në fakt nuk e kam ndërmarrë asnjëherë me vete, se e di shumë mirë që nuk kam vullnet për ta bërë dhe s'më duhet. Po megjithatë, kjo fjalë që unë kam sot lidhet me ciu ku ka kohë që funksionon në Shqipëri përveç se në politikë. Po. Prandaj Giulio tha, shikoni politikën se aty e keni. Interesante kjo, nuk funksionon në Shqipëri, por funksionon në politikë. At least. Ndërkohë, fjala tjetër që unë kam për ju sot lidhet me 3 ndima të caktuara, që ka të bëjë me transformimin, pra që një transformim dhe lidhet me jetën tonë të përditshme. Gjithashtu sot po kthehet në biznes, unë kam dëgjuar që edhe në shifra maramund se ky fenomeni po ndodh sot, kjo fjala po ndodh sot, përmend në të njëjtën kohë edhe një objekt, pra është objekt, por ose lidhet edhe me jetën tonë të përditshme dhe përfaqëson se duhet vullnet për këtë gjë. Mreti na thot Endri. Jo, Endri nuk është mreti. I wish të ishte mreti. Fjala e bukur kjo se kisha menduar ndonjëherë. Por kjo fjala është më tjetër, është më ndryshe, është më interesante, e gjejmë shumë në retorika, sidomos të nuk po e them të kujt se do e gjeni metamorfoza na thot Giulio, më duket se më duket se të ka ndikuar pak Martini. Martini na ka ndikuar të gjithë në shkon në imagjinata ose fjalët aty ku s'jam fare dhe nuk ka lidhje me këtë fiks, kështu na ndodh. Dhe Martini nuk çon ka sot se jam i sigurt që do e gjente këtë fjalë, se na e thot ndonjëherë, e ka thënë 3 herë këtë gjë. Megjithatë, referoni kësaj që lidhet me jetën e përditshme, lidhet gjithashtu me pjesën dhe rubrikën e fundit, e parafundit që ne i bëjmë, te kuriozitetet, te ushqimet, te këto gjërat lidhet. Po ju thash ndim tjetër, lidhet me ushqimin tani. Transformim, kërkon vullnet, edhe sot po kthehet në biznes, besoj e gjeni dhe nuk do shumë mend. Hajde se nuk do shumë mend, as nuk do shumë lodhje. E di që do e gjeni këtë fjalë. Hajde Armando, se kam shumë besim te ty. Armando ne kemi për momentin Giulio. Ta ka marrë stafetën. Edhe ka marrë kalan nga brenda, i ka gjetur të gjithë fjalët dhe Armando godet përsëri. Si e bëra këtë si në sport, dieta. E kam shkruar me 2 i, se e kam shkruar nga ana tjetër, dieta është fjala. Bravo Armando, nuk e di, duhet ta shohim këtë gjë, këtë problem. Është ky problem ky që Armando i gjej. Parashikimin na thot Marinsi, jo Marinsi ishte dieta. Nuk e di Armando, duhet bëjmë diçka tjetër, duhet bëjmë ndonjë fjalë tjetër. Thot Giulia kam lënë thot Armando që ti je këto fjalët. Vetëm Martini mos e lër Giulia se do rin gjithë ditën pastaj për të gjetur fjalët. Martina mungove sot by the way, na munguan ato ngacmimet e tua që për gjithë kohës. Dhe fjala e fundit për sot dhe nuk ju lodh më. Në fakt Armando s'po lodhet fare, i ka kështu thjeshta fare për të bërë këtë gjëra. Jo se pastaj nuk i bie të rrim këtu 2 orë për gjetur fjalët. Okej, një fjalë tjetër lidhet me misterin. Ende nuk ka përgjigje dhe s'ka më frymëzim në ato Giulio, ende nuk ka përgjigje dhe kam shkruar nuk janë të zbuluara. Është diçka e paprekshme. Kjo është abstrakte dhe lidhet me faktin që është mister ende, por shumica prej tyre është mister, nuk kanë përgjigje dhe janë të pazbuluara. Është i pazbuluar, më saktë. Është diçka që përmbledh shumë, është puna e cirkut, diçka e vogël që përmbledh diçka shumë të madhe. Dhe njerë, lidhet me misterin, me diçka që nuk ka ende përgjigje dhe informacione shumë. Ëndrat na thot Armando. Në fakt Armando kjo është diçka që shumë merr më afër nesh,
është shumë herë më afër nesh dhe shumë herë më larg se ne, është shumë herë më e madhe se ne, është e frikshme sepse është e pasbuluar ende. Ëndrat janë deri diku të studiuar në një mënyrë, megjithatë fiks si ty janë imazhe të krijuara në mendjen tonë që ndonjëherë nuk japin shqetësime. Edhe unë brëm ka patur një ndër jo shumë të këndshme. Megjithatë ishte mirë. Dilema na thot Marinsi, dilema. No Marins, as dilema nuk është. Hapësira na thot Armando dhe unë ja Doration, nuk luaj më. Je shumë afër Armando. Thuaj fjalën që lidhet me jeta në Mars, na thot Giulio. Kam besim që ti do e thuash fjalën. Lidhet me jetën në Mars, edhe lidhet me hapësirën, na e thuaj fjalën siç është Armando dhe Giulio dhe e mbyllim lojën për sot. Hajde, është e pasbuluar, është mister. Armando nuk ishte ajo fjala, unë dua fjalën e sakt fare. Atë që është e shkruar, si është e shkruar fjala. Atë duam, ajo është më e rëndësishme për mua. Atë gjeni fjalën. Është sinonimi i hapësirës, sigurisht. Universi dhe Armando is the winner. Është universi. Dhe unë nuk e luaj më këtë lojë, kam dhe një fjalë tjetër, po do ta lë për ditën e nesër, meqenëse është pak lozonjare si fjalë, por kishim 3 fjalë për sot dhe Armando i mori të 3 fjalës dhe i konsideroi shumë thjesht i kaloi edhe tha po luaj, thjesht po i gjej këto fjalë, s'po bëj ndonjë gjë të madhe, nuk u lot fare. Ndërkohë Marinsi nga ana tjetër është lodhur ka lartësia, na thot mami, jo mami lidhet fiks me lartësinë, lidhet me universin, qiellin, hapësirën, atë që është e pasbuluar dhe mister. Fjala që mua më pëlqen më shumë është universi, që ta dini, është pjesa e gjithësisë, gjithësia më pëlqen shumë. Okej. Shumë faleminderit që ishte me mua atë ditën e sotme. Armand do të gjej një fjalë nesër që mos ta gjesh kurrë. Ndërkohë Armandi nuk e di këtë Giulio, Armand ashtu siç e bën Giulio ndonjëherë, por edhe disa të tjerë fakt që unë i kam thënë që ta bëjmë përse bëjnë. Është edhe ju mund të luani këtë lojë duke vendosur mua në lojë. Pra në një farë mënyrë, siç ju gjeu një fjalë, ju jap 3 ndihma, të njëjtën gjë mund ta bëni edhe ju. Na jepni 3 ndihma, na jepni dhe disa gjëra shumë të vogla që ne mund të na ndihmojnë nëse ne nuk e gjejmë dhe pastaj ne ta gjejmë fjalën. Kështu që vetëm Giulia të lutem, filmin, jo. Vetëm të lutem me jo fjalë anglisht, fjalë shqip, të shqipëruara. Në fakt universi do të kisha thënë gjithësia, por megjithatë është okay, e themi edhe në përditshmërinë tonë. Okej, ju falenderoj shumë që ishit me mua në këtë transmetim një orë tani, sa 8 minuta u futa dhe unë live. Nesër do të jemi në orën 10:00, nuk kam më nga këto vonesa të shpresoj të paktën në këto ana teknike. Ju përqafoj shumë, faleminderit që ishit me mua, faleminderit ju që sapo bashkangjitëm në live dhe për t'ju kujtuar, jemi gjithmonë live në orën 10:00 në live stream në Instagram, Facebook dhe YouTube të dritare.net dhe mund të gjeni shkrimet tona të plota në portalin dhe në webin e dritare.net, mund të gjeni shkrimet në Facebook dhe gjithashtu në Twitter. By the way, se kam harruar t'ju a them, edhe në Twitter keni linkjet, mjafton t'i klikoni kush e përdor Twitterin, unë e përdor pjesërisht, jo shumë. Dhe gjithashtu jemi tani live në Dritare TV, nuk jemi më në kanalin e Rodina Xhungës, jemi te Dritare TV sepse aty do të kalojmë dhe do të çojmë dhe do të depozitojmë të gjithë videot tona, sepse po hapet diçka tjetër e re, ju kam thënë shumë herë, por dikur bëhet konkrete do t'ju ja them më shumë. Okej, ju përqafoj shumë, qofshit sa më mirë, qëndroni të sigurt, qëndroni ngrohtë, edhe kujdesuni për veten dhe bëjeni sot supën me brokoli, se është sugjerim nga dritare.net, nuk do të mbeteni të zhgënjur dhe keni të plotë recetën në dritare.net. Tek hapësira stil jete, kuzhinë. Aty mund ta gjeni. Si sot dhe Giulio gjithmonë për shafimet të gjithëve.